Si shikoni edhe rutina nuk përdor ujë të bollshëm, por përdor mjete që janë profesionale për të larë gabinat e dushit. Pse ndodh kjo? Që të mos lodhet edhe mos stresojeni shumë duke tharë tualetet gjithkohës me piceta, me ujë e me gjëra të tilla. Po të shikosh është shumë e thjeshtë. Rutina dita përdori shumë mirë veglat e xhamave se është trajnuar, por kështu duhet jeni edhe ju të gjithë, që mos trini ato kollat aty kape gjithë ujë dhe rrit tha gjithkohës edhe stresohu se sa shpejt ta mbarosh, ndërkohë kështu është më thjesht. Por, po shikosh ka një shenjë, rutina është nga brenda. Do më japësh ta bëj edhe unë një provë? Ta bëj edhe unë me këra. Shumë faleminderit rutina. Ne jepet atë që lesh në dominën. Me që rutina e lau nga jashtë, ta largë nga brenda gjysmën. Tani, kush është më e mirë në pastrim? Rutina apo unë? Te notën ta bëj qërimin ju. E qërim? Opa, kam do një shi? Kam do një shi. Kam do prap? është nga jashtë, mo? është nga jashtë. Se edhe ne bëjmë gabime. Ka që thjesht, pastër, pa ujë, pa si gjë, edhe pa u lodh kaq shumë. Shimi 9 janar e dini ju ku.